Rikthehemi drejt për drejt në këtë pjesë të tretë të emisionit. Mirëpres në studio gazetarin Osman Stafa. Mirë se vjen përsëri Osman. Këtë herë për politik, ajo çka raporton çdo ditë nga Aselia e Partisë Demokratike, por jo vetëm. Kështu që le të bëjmë një analizë shkurt bashk, por duke ndërthurur edhe me zhvillimet e fundit. Unë kam prezentuar me pjesën të pathënat se çfarë ndodh në selinë e Partisë Demokratike, por le ta nisim nga lajmi i fundit. Dolën kandidatët për bashkitë ku do të ketë zgjedhje apo jo? Po, tashmë është zyrtare, Partia Paktën Demokratike ka zgjedhur kandidatët e cilët do të mbështesë në zgjedhjet lokale të tashmë përveç Tiranës ka një tjetër historik për shkak se gjykata kushtetuese cilësoi si antikushtetues dekretin e presidentit Begaj për Tiranën, por të paktën në 5 bashkitë e tjera tashmë kandidatët janë si më poshtë vijon, unë kam raportuar dhe News 24, Gabriel Guma në Tepelen, Dionis Sota në Vlorë, Eduard Brahlika në Mat, Amarildo Hoxha Cerik dhe Pavlo Shkarpa në Berat. Paktën këta do jenë kandidatët që do të mbështesë themi opozita, ato partitë cilat kanë dakordsuar për të mbështetur kandidat specifik të pavarur në këto zgjedhjet e 9 nëntorit. Qartë. Duke u fokusuar tek Tirana tani, ku një gjë është e qartë që në 9 nëntor nuk do të ketë zgjedhje për Tiranën, kjo pasi gjykata kushtetuese dha vendimin e saj, kandidati Florian Binaj, fillimisht çfarë shihni tek Binaj si kandidat i pavarur, siç Binaj thekson, por tek e fundit nëse flasim për opozitën dhe mbështetjen e saj apo Partinë Demokratike dhe mbështetjen e saj ndaj Binajt, si shkojnë të dyja bashkë? Në fakt do duhet theksuar se në selinë e Partisë Demokratike emri i Binajt ka ngritur një atmosferë. Unë nuk e di se si do të shkojnë ditët në vijim, sepse i takon të paktën strukturave të partive të cilat kanë rënë dakord për ta mbështetur Binajin se si do të rakordojnë aksionin e tyre për të maksimalizuar sa më shumë. Por gjetja dhe mbështetja e Flor Binajt, një themi artisti, një aktori, një qytetari të mirë të Tiranës, mendoj se ka qenë zgjedhja e duhur për opozitën, teksa do duhet të jemi edhe sinqert. Partia Demokratike ka vuajtur kohë pas kohe për gjetjen dhe mbështetjen e individëve të cilët kishin një vlerë tek qytetarët. Për shembull, lista që prodhoi Partia Demokratike në zgjedhjet e 11 majit për mua në optikën time patjetër ka pasur shumë problematika, individë të cilët nuk kanë punuar në zgjedhje, individë të cilët ngrojnë karrigen prej 30 vitesh, individë të cilët nuk takojnë elektoratin, individë të cilët nuk takohen me njerëzit dhe të përballen me problematikat dhe zërin e atyre qytetarëve ta çojnë kuvendin e Shqipërisë. Ajo çfarë unë shikoj si gazetar që mbuloj zhvillimet në opozitë, shikoj individ deputetë të cilët duan të flasin gjithë për politikën e madhe, gjithë duan të sillen si kryetar. Askush nuk flet për, nuk e di, një problematikë atje në atë zonën e tyre apo në zonën, nuk e di, nga janë deputetë zgjedhur apo të shkojnë të flasin me njerëzit. Gjithë këtu domethënë duket një lloj rahatie që ka gjetur themi opozita. Dhe përmendja dhe mbështetja që po japin Flor Binajt si një person i cili deri më tani ka qenë pjesë e protestave shoqërisë civile, unë mbaj mend edhe protesta që kam zhvilluar vetë për onkologjikun, Flor Binaj ka qenë apo tek ngritja e çmimeve të shportës edhe naftës, gjithashtu po ka qenë pjesë organizative e grupit madh që ne ishim. Tani le të flasim pak përpara se të finalizohej dhe të dilej me kandidatin Binaj. Çfarë u